Mund të këndojmë një këngë shqiptare në bashkë të dy? Shumë kënaqësi. Këndon, pikturon, shkruan poezi, shkruan dhe libër. Enxhi që nuk ka njohur. Kam shumë kuriozitet ta dëgjoj se çfarë i thua ti fëmijës tënd të vogël brenda teje. Të shoh në syt e asaj fotografie, të falenderoj që nuk u dorëzove kur bota filloi të bëhej shumë e madhe. Ende jam gjallë, dhe pse thyher, ende marr frymë, mos marr të thyher. Cila është e fshehta dhe të kujt janë këto sy? Janë sytë. Të ka ndodhur një jetë kjo apo jo? Po, kjo është historia e librit. E fshehta sytë të tu. Bazuar në një histori të vërtetë dashuri apo jo? Historia ime e vërtet, po. Ti vetë ke qenë në energjinë e egos apo në energjinë e dashurisë? Kur ishe duke jetuar këtë dashuri? Kam qenë versioni më i mirë i vetes. Mendoj që kam përjetuar një dashuri shumë të fortë edhe shumë të madhe deri më tani, më e forta, që është historia e këtij librit. A ta bëj një tekst këngë se më erdhi tani? Unë do ta quaj mos thuaj më fal. Çfarë kërkon ti në fakt tek syt e njeriut? Çfarë shikon aty? Arrin të lexosh diçka? Janë syt që unë i kam parë në të gjitha dimensionet. Kam parë ata syt që më kanë treguar edhe demonët e ja kam dashuruar. Dhe mendoj që tani me plot gojë mund të them që unë i dashuroj edhe demonët e mi. Kërcej me ata. Këta janë tuaj flamesat. Këta të coptojnë. Dhe nga hiri jo të ringrihesh. Të kanë shulur një pjesë të shpirtit tënd, e kanë hedhur diku, edhe ti thjesht e kërkon atë pjesë, nëse është e jotja. Dhe pastaj për Alketa ka thënë vetëm dritë, vetëm dashuri. Vazhdo shkëlqej ashtu si di ti. Shpirti yt rrezaton mençuri. Edhe yti. Faleminderit. Të dua shumë gjithmonë Enxhi dhe unë ty. Po është ajo që të them unë ty, të dua shumë, po e theksoj gjithmonë. Love you. I love you. Një nga lumturitë mia më të mëdha kur kam të ftuar që këndojnë është që të këndoj me ta. Po sot do këndoj shumë pak. Do kemi një moment koncertit recital të Enxhi Nasufit në Inspire dhe mund të këndojmë një këngë shqiptare në bashkë të dy. Shumë kënaqësi. Cilën do këndojmë? Po, më vjen Moja e bukur e more. Moja e bukur e more. Siç e ti për shembull. Siç edhe ti. E këndojmë se të gjithë e din këtë këngë, kështu që këngët që i din të gjithë shpërndahen dhe më bukur. Na bëjmë bashkë. Si të lash e mos të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mos të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mos të pash. Elu, 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 le maca, maca. Se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, o dalë bazë. Hajde, e ndalu pak, ko pra po, e ndalu pak është e vërtetë. Se zemra ime, po, se zemra ime, se zemra ime jeti vetë. Elu, lelu, elu, lelu, elu, lelu, le maca, maca. O dalë bazë, e ndalu pak, e ndalu pak, e ndalu pak së është e vërtetë. Se zemra ime, se zemra ime, se zemra ime jeti vetë.
kërcen, këndon, pikturon, shkruan poezi, shkruan dhe libër. Engji që nuk ka njohur, e din shikuesit që ti ke qenë një nga 4 finalistët e X Factor, nga të preferuarat këngëtare që ishin në garat edicion. Faleminderit shumë, po besoj që e din. Edhe kënaqem shumë sepse edhe sot e kësaj dite mua më mbajnë mend shumë mirë nga X Factori. Madje një 2-3 herë për shembull. Më kanë thënë, "O Engji, po ti shkove edhe në finale?" Po ti dhe fitove, i them unë jo. Pra është gjë e mirë që të mbajnë mend për një arritje të mirë edhe të suksesshme, kështu që tani ata që nuk të mbajnë mend, duhet të rikujtojmë pak. Dhe ata që të mbajnë mend duhet të kënaqen tani. Kështu që ke një hapësirë këtu në podcastin tim që të zgjedhësh 3 këngë zemre që i pëlqen shumë, shqiptare, ndërkombëtare, këngën tënde të fundit, ndoshta që këndove në festival që është shumë e bukur. Dritë, siç je ti. Faleminderit. Siç shkrova edhe tek faqja e këtij libri, sa bukur ma ke shkruar. Ke thënë këtu njerëzve të dritës, po, ke bërë prologun këtu. Dhe pastaj për Alketën ke thënë vetëm dritë, vetëm dashuri. Vazhdo shkëlqej ashtu si di ti. Shpirti yt rrezaton mençuri. Edhe yti. Faleminderit. Të dua shumë gjithmonë Engji dhe unë ty. Po është ajo që të them unë ty, të dua shumë, po e theksoj gjithmonë. Se do ta gjithmonë. Forever to infinity e kam unë. Edhe love you deep. Do me thënë thellë, jo dashuri kështu si profesore, thellë. E kanë shumë bukur në anglisht kur thonë I love you and I mean it. E kam të vërtet. Po, I feel it, e ndjej. Kam shumë seriozisht. Nuk them I love you siç i thënë gjithë, I love you, të dua shumë. Të kam xhan, I love you and I mean it. Me pesh. Do na përshëndesesh? Patjetër, me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri. Çfarë do këndosh të parën? Dritën. Këngën e festivalit të fundvitit. Na ndriçota me. Ende jem gjallë, tepse thyër, ende më frym, më smër të thyëm. Je gjithçka unë jam, në çdo plak që kam, ti ke forcë pra më mban. Do të du ty, vetëm ty gjithmonë. Do të du ty, asnjë tjetër nuk të mbron. Ende jam gjallë, dhe pse thyër, ende marr frym, mos marr të thyhem. Je gjithçka unë jam, në çdo plak që kam, ti ke forcë pranë më mban. Nëse do ta doje veten pak më shumë, nëse do të ishim vetëm ti dhe unë, prapë në rësirë, a do të kishe frikë, do të dum ty, vetëm ty gjithmonë. Do të dum ty, asnjë tjetër nuk të mbron. Ende jam gjallë, dhe pse thyër, ende marr frym, mos marr të thyhem. Je gjithçka unë jam, në çdo plak që kam, ti ke forcë pranë më mban. Akoma gjallë, dhe pse thyër, ende marr frym, mos marr të thyhem. Je gjithçka unë jam, në çdo plak që kam, ka më gjak edhe pak për mu. Si ke hapur syt gjithë këngën? Ja. Ishe vetëdijshme që ishe me sy mbyllur? Po. Ishe në energjinë e shpirtit tënd, në energjinë e zemrës tënde tërësisht, ëh? Se kjo është një këngë që unë ja kam shkruar vetes. Dhe në mënyrë që ta dëgjoj veten siç duhet, e këndoj gjithmonë kështu me sy të mbyllur. Vetëm kur kam qenë në skenë aty në festival fundvitit, nga që kisha pak koreografi e duhet kërceja, kisha asë mos bie. Edhe i kam hapur një 2-3 herë. Po t'ishte për mua do ta këndoja vetëm ashtu këmbë zbathur, ulur me sy të mbyllur. Pse thua ti në këngë se e ke shkruar vetë tekstin që vetëm ty do të dua gjithmonë? Po sepse këtë se thua vetes apo jo? Po, ja them vetes. Vetes e thua? Do duash veten tënde gjithmonë? Ja them vetes se apo atë pjesë të vetes që deshi atë njerëj që ti e desh aq shumë? Jo, në fakt ja them vetes time. Ja them vetes time dhe fëmijës tim të brendshëm, sepse ne përmendim shumë shpesh fjalën të duam vetëm të dashurojmë veten, të kujdesemi për veten, por nuk është aq e lehtë saç thuhet. Dhe me gjitha gjërat që ndodhin në jetë, qoftë edhe kur dashurojmë, ne dashurojmë personin që kemi përballë edhe duke ja harruar veten. Kështu që nga e thëna në të bërë,
është shumë herë më e vështirë. Kështu që kjo këngë i dedikohet vetëm Engjit, edhe sidomos Engjit të vogël. Sepse nuk kam dashur ta humbas Engjin e vogël asnjëherë. Çfarë i thua ati inner childit që Të ta lexoj. quhet? Është E ke shkruar? Nuk e kam lexuar kurrë. E ke në libër apo? Jo, e kam në telefon tek notes. Se nuk kam arritur ta lexoj gjithë librin, edhe pse kisha të parën kopje digjitale që ti i ke dërguar dikujt përpara se libri të printojë në mirëbesim, edhe të falenderoj për këtë. Jo, kjo është një letër shumë personale. Se kam lexuar asnjëherë. Nuk është pjesë e librit ose ndoshta është me copëza të voçkla. Po do ta lexoj ty tani. Kam shumë kuriozitet ta dëgjoj se çfarë i thua ti fëmijës tënd të vogël brenda teje. Të shoh në syt e asaj fotografie me buzëqeshjen e pastër që se prishi as koha dhe as dhimbje. Nuk e dije ende sa shumë do rriteshe, sa do luftoje dhe sa do dashuroje. Por unë jam këtu tani. Ajo që u bëre, ajo që ti ëndërroje të ishe dhe dua të të falenderoj. Të falenderoj që nuk u dorëzove kur bota filloi të bëhej shumë e madhe. Që nuk le të shuhet ai shkëlqim në sy, edhe kur syt u lodhën nga lotët. Që më kujton çdo ditë si të qesh si fëmijë, si të besoj si fëmijë dhe si të dua pa llogari. Më fal, që ndonjëherë të kam harruar, që kam ecur me kokën ulur, duke harruar të shoh qiellin që ti e shihe çdo ditë me habi, që kam kërkuar dashuri jashtë, kur ti e kishe gjithmonë brenda. Por sot të mbaj për dore, si gjithmonë, si atëherë. Tani e di, ti je rënja, unë jam lulja, dhe pa ty, unë nuk do ekzistoja. Të më premtoj se tani do të mbroj. Do të lejoj të qeshësh sërish me plot gojë. Do të çoj në plazh, do të blej akullore, do të vallëzojmë në mes të dhomës pa arsye fare. Do të kujtoj se çdo herë që këndoj, çdo herë që shkruaj dhe çdo herë që dua shumë, je ti që e bën. Ti je fryma e artit tim, drita e shpirtit tim dhe prehja ime më e thellë. Mos ki frikë më. Jam rritur, por s'kam harruar. Jam kthyer sërish për ty. Shumë e bukur, a? Ja. Do t'i kujtosh shumë njerëzve sot, ti që duhet t'i shkruaj një letër vetes së tyre të vogël, duke qenë gjithmonë krenar edhe duke u kujtuar që dashuria është aty brenda nesh gjithmonë. Po duhet ndoshta dikush të na e kujtojë ne këtë gjë në një moment jete ku ne thyhemi dhe pastaj këndojmë këtë këngën. Edhe pse jam e thyer, e rëndësishme është që jam gjallë. Që ende jam gjallë edhe jam akoma gjallë, se ne shumë gjëra i marrim të mirëqëna, se ndonjëherë ashtu është jeta shumë e shpejtë. Po kur ndalojmë ose kur ndodhin ato që ti the, një person ose një dashuri shumë e madhe ose ndonjëherë dhe një humbje e një njeriu që dua, na kujton që të kthejmë syt tek vetja. Edhe më beso, është gjë më e vështirë, po kam përshtypjen që ti e di shumë mirë. Dhe jo çdo njeri që na thyen na lë gjallë. Shumë herë na vdes shumë pjesë të vetes tonë, na dëmton. Jo të gjithë njerëzit e kanë forcën që të ngrihen. Shumë mbeten aty në errësirë, në thellësinë e asaj greminës së dhimbjes edhe presin dhe luten në Zot që një vinç në mënyrë figurative ti ngrej, po kjo është gati e pamundur dhe vetëm kur arrin vetdijen me dhimbjen që kanë, me dramën që po kalojnë dhe me atë se si dhimbja i ka transformuar. Patjetër dhe mendimin e disa njerëzve, kur nuk e ngurtësojnë dhimbjen vetëm brenda mureve të shpirtit të tyre, ja dalin dhe shpëtojnë. Prandaj kjo drita që ti do sjellësh në këtë podcast është shumë e rëndësishme për të ndriçuar ata që në një pikë, në një moment të jetës së tyre janë përthyer, por nuk janë thyer. Mos mendojnë që janë thyer dhe janë shkërmoqur. Unë i pëlqej shumë këto mesazhe fortë kur jepen këtu në këtë hapësirë mediatike që kam krijuar. Ti the që vdes ndonjë gjë dhe ndonjëherë kjo është e dhimbshme. Është shumë njerëz që lejojnë që të vdesë, sa mund mos e lejojnë që të disa gjëra duhet të vdesin mendon? Unë mendoj që për shembull unë versione të vetes tonë, versione të vetes tonë, versione të vjetra të vetes që ndoshta dikur të kanë shërbyer, tani nuk të shërbejnë më, se jeta ka cikle. Unë lexoj shpesh edhe këtë, po themi, paralelizmin e shoh shpesh herë në libra që lexoj, si gjarpri. Gjarpri heq lëkur. Pse e heq? Po mund t'i mbante. Edhe ne kemi pjesë të vetes tonë që do duhet t'i heqim edhe t'i hedhim. Jo t'i harrojmë, por thjesht nuk na vlen më. Nuk janë pjesë tonat që na ndihmojnë të jetojmë në këtë moment tani. Duhet të mësojmë të rilindim gjithmonë. Të rishpikim vetveten. Të rishpikim veten, të rilindim, të zbulojmë gjëra të reja që ndoshta në momente të tjera të jetës nuk i kemi parë, nuk i kemi kuptuar. Edhe kjo është e bukur. Si stinët e një peme, qëndron gjethet bien ciklin. Po, vjeshta. Cikël, jeta është cikël. Bien gjethet, mbeten degët, pastaj lind përsëri një lule, kjo bëhet frut e kështu vazhdon cikli. Nuk është gjithmonë e plot, por gjithmonë e bukur. Në të gjitha format.
është shumë e vogël. Duket kështu ndonjëherë si inekzistente, ose ti je të plot ndonjëherë dhe është ashtu shndrim. Jo. Hëna nuk besoj si thot vetes ndonjëherë që si jam e bukur. Jo, është e bukur në gjitha format që ka. Do më këndosh një këngë tjetër? Patjetër. Unë jam si ke kërkuar spektatori e privilegjuar. Po them të jo, natë se më këndosh një këngë tjetër kështu si Garfield, hey ma çoku me syt. Po se unë ma gjepsem, unë jam enda i fëmia që nuk do të rritet kur. Jesse J thot, unë jam projekti pa përfunduar. I am a masterpiece, po bëhem. Kështu që ju nuk e keni parë ende versionin tim më të mirë. Prandaj thash, ka disa lëkura të vjetra që ne i hedhim dhe avash ndërtojmë më shumë për të bërë më mirë, edhe më të bukur. Më e mira ende s'ka ndodhur. Yep. Më të mirën tënde ende njerëzit nuk e kanë parë. Akoma jo. Ja po shoh një pjesë tani këtu në këtë podcast, po shoh një Engji, një hënë të plot që nga të gjitha anët kur e rrotullon dhe e kthen bën dritë. Edhe unë jam shumë e gëzuar për këtë. Shiko, podcasti ka filluar, ne menduam që këtë do ta vendosim në fund, po në fakt do ta fillojmë kështu me muzikë të podcast ndryshe nga gjithë episodet e tjera. Pressure, why it's so loud? If you don't like my sound, you can turn it down. I got a road, and I walk it alone. Hey, uphill battle, I look good when I climb. I'm ferocious, precocious, I get braggadocious. I'm not gonna stop. I like the view from the top, yeah. You talk that blah blah, they lie lie, they rah shit, and I'm so done, I'm so over it. Sometimes I mess up, I F up, I hit and miss, but it's okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes, and I can't color inside the lights, 'cause I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece, and I wanna hang with the craze. Got a way to go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece, and oh, 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 no, yeah. Those of mine don't matter, those who matter don't mind. If you don't catch what I'm throwing, then I leave you behind. Don't need a flash, and I ain't leaving like that. You talk that blah blah, they lie lie, they rah shit, and I'm so done, I'm so over it. Sometimes I mess up, I F up, I hit and miss, but it's okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes, and I can color inside the lights, 'cause I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece, and I wanna hang with the greats. Got a way to go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece, and oh, 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 no, yeah. I still fall on my face sometimes, and I can't color inside the lines, 'cause I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece, and I wanna hang with the greats. Got a way to go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece, and E ka qarë apo jo? Shumë bukur, ë, fantastike. Zgaboj një notë, po lej që çfarë cirku i bën notave muzikore një herë. Ua, ka çurrel. Nëse me mua duhet ishte dikush tjetër në sallë, se unë vendin tim e sigurova atje në pallatin e madh të koncerteve. Cili është personi i dytë që do doje që tulej aty bashkë me mua? Mami. Po siç i bëre një letër Engji të vogël, ti thuash një letër publike mamit tënd? Mamit, po sigurisht që po. O mami dohet t'i thoj vetëm që unë jam shumë e lumtur dhe jam shumë krenare, sidomos tani që rritem, dhe çdo ditë edhe më shumë, që më ka rritur një mama si ajo. Është shumë e fisme dhe është shumë e mençur. Dhe në të gjitha të vështirësinë edhe kaosin që ne kemi patur dikur në familje dhe pastaj vështirësitë e jetës, nuk e di, vetëm ajo mund të më bënte mua një njerëz të tillë që ta dua dritën dhe dashurinë. Dhe imagjinoje pak
të mësoj të duash kaq shumë dhe të kërkosh të vërtetën dhe dritën, një grua si ajo që ka merituar shumë më shumë dashuri se sa çka marr. Ajo nuk ka marr asgjë nga ato që ka merituar dhe më mësoi mua atë që nuk e mori dot. Edhe mendoj që kjo është fizikëria dhe është bukuria më e madhe që ka mamaja ime. Nëse ekzaminon veten tënde vite më parë, kur ishte 3 deri në 9 vjeç, është periudha kur neve krijojmë atë vetdijen tonë emocionale. Pastaj rritemi, harrojmë, trauma është atje, prindrit nuk na kanë ndihmuar që ta shërojmë dhe shfaqet kur rritemi. E ke takuar ti traumën tënde gjatë jetës? Kam të qartë cila ka qenë trauma më e fortë, se edhe një pjesë të asaj shumë të madhe e kam të shëruar. E them me shumë vetdije këtë. Frikën e braktisjes. Që e vuajnë zakonisht fëmijët që vinë nga familje të divorcuara. Unë gjithashtu e kam patur shumë këtë pasiguri. Më është dashur shumë punë. Shumë punë dhe gjithmonë të pasqyrohet ose të reflektohet më së shumti tek marrëdhëniet e dashurisë. Është shumë e çuditshme që ne do të tërheqim gjithmonë të njëjtën gjë. Pra atë që ne kemi frikë, ajo do të na pasqyrohet në të njëjtin cikël derisa ta thyejmë. Kjo quhet trauma bond. Neve bëjmë trauma bond me njeriu që na kujton atë gjën që na ka munguar apo na ka dhënë një goditje. Atëherë kur ishim të vegjël. Kështu që më janë dashur, po themi, disa gjëra të ndodhura në mënyrë që të filloj të punoj me veten. Po dhe kur kam menduar që e kam shëruar, pastaj ka ndodhur diçka tjetër pak më e madhe, ku kam kuptuar dhe reflektuar që prit. Nuk e pas ke bërë një punë të madhe të mjaftueshme sepse po të ndodh sërish dhe po friksohesh prap. Do ta përshëndesim neve maestron që na shoqëroi kaq bukur në këtë nisje të pazakon podcastit tim. Unë diva faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani do fillojmë nga puna. Faleminderit shumë. Në qoftë se do bëni një këngë për ty me inteligjencën artificiale të re, jo dritën, se drita e kreu misionin e vet. Çfarë titulli do t'i vendosim? Çfarë të vjen tani kështu, si njeri me frymëzim që je si artiste që ke ndjesi? E ke një gjykati? Nuk e di, do ta titulloja Tretur. Tretur? Do ma japësh mua një herë tekstin e këngës ta provoj se çfarë këngë mund të prodhojmë ne tani? Filketa. Se unë kam shkruar, ndoshta mund të jetë poezi ose një shkrim i imi, nuk kam nxjerr kurrë. Po na e lexoj një herë tash e këngë. Po, okay, kam shkruar këtë. Do kuptosh çfarë kërkon nga kjo jetë. Askush s'e din më mirë se ti vet. Ndërsa ti endesh mes frikës dhe dëshirës, unë nuk pres dot në mes të errësirës. Nuk duam shumë, duam pak, shumë pak. Vetëm dikë të kuptoj, dhimbjen të na dëgjoj. A mundet buzëqeshja ime shpirtin të ta shëroj? A mundesh të rish pak? Pak, shumë pak. Sado e vështirë të jetë, dashuria e vërtet të shpëton, nuk të vret. Po sikur të bëjmë një off records tani, vetëm 10 minuta dhe të krijojmë një këngë për ty, një tekst edhe ta provojmë se si do dalë. Me zi pres. Të bëjmë 2 këngë sot. Dëgjoj, do të bëj një pyetje se e di çfarë më vjen mua, do ta hap tani WhatsAppin, do kuptosh çfarë kërkon nga kjo jetë, po. Okej. Do doje që dikush të thoshte më fal? Po. Ka vlerë të thotë më fal dikush që mbasi je shëruar? Pra, nuk është të ndihmon për të shëruar, por të ndihmon ndoshta deri diku që të kuptosh që okej, gjithsesi, çfarë do lloj gjëje që ti ke dhënë, edhe energjia dhe dashuria, të paktën nuk shkojnë dëm, po kanë ndihmuar sadopak që dikush të reflektojë. Dhe mendoj që kjo është diçka e mirë, të bën të ndihesh mirë. Ke kërkuar ti një closure, një mbyllje, që sistemi yt nervor të vinë në ekuilibër, sepse truri i njeriut nuk e pranon dot heshtjen, nuk e pranon dot mos komunikimin, atë ndarjen pa shpjegim. Pezull. Që dikush ikën dhe ti mbetesh në një kështu limbo të re, në një gjendje që si e i sqaruar. Unë jam natyrë që kërkoj të flas, të komunikoj. Edhe nëse gjërat nuk janë ashtu siç duhet ose nëse gjërat nuk shkojnë mirë apo do ndërpriten aty dhe nuk do vazhdojnë më, natyra e enxhit është që ta flasë dhe ta sqaroj. Mund të më thuash gjën më të vështirë dhe gjën më të rëndë, realisht. Po mjafton të ma thuash. Dhe pastaj e zgjedhim se çfarë ndodh. Nuk është problem. Jam 100% dakord me këtë. Po ja që jo të gjithë njerëzit e kanë kurajon, edhe mendojnë që duke hikur e zgjidhin më mirë me veten e tyre, po lënë të pasditur tjetrin. Nuk ikin dot. Nuk ikin dot nga vetja, se vetes nuk i iket. Se vetes po ikin. Mendojnë se arratisen nga vetja. Në momentin që ne kemi përballë dikë që na zgjon disa gjëra qoftë të çuditshme ose të frikshme, nuk kuptojmë që është thjesht pasqyrimi i yni. Thjesht po arratisemi nga vetja jonë. Dhe në një moment caktuar të jetës ti veten do ta shohësh se s'bën. A ta bëj një tekst këngës së merdi tani? Unë do ta quaj mos thuaj më fal. Okej. Nuk do them thuaj më fal, por mos thuaj më fal. Se dhe për të thënë më fal, mendoj që ka një hafat. Edhe kjo është e vërtetë. Mos thuaj më fal.
Okay. Me heshtje nuk shuhet mali, me heshtje nuk shuhet etja. Nuk mbahen dezur zjari, nuk ndron e vërteta. Në heshtje futën yjetin e zare, por e na I ka të gjithë në radar. Hëna ka lindur për të mbretëruar, në teatrin e dritë të gjithë I ka vërbuar. Nëse na ike, nëse na fike, nëse na shtuke, nëse na fshihet, e rësira do të jetë në eret së nata, dhe dita do kthehet në natë gjata, dhe djeli s'do dale se na vuan, dhe djeli me të zjarë të na shuan, mes djelit dhe në s'ka një premtim, që dita të lit në atim, premtimi që shkel, Për vje melodike, shiko. Asnjë petal nuk le të çelet. Premtimi thyer për kush do burr. se kuptoj kure, mos thuaj me fal, se hena s'do dale, ka ikur për mire, se kërkove resire. Alkita, a do ta marrun këtë? Ta këndoj të ta sjell të kënaqur? Është shumë e bukur, merre. E kemi gati, ti vetëm anis mua. Ta nis unë me frymëzimin tënd. Po. Unë do ta marr. E pesi dolën fjalët sa bukur dolën. Premtimi që shkelet si luledelet, më pëlqen shumë. O Enxhi, po si je? Jam shumë mirë. Me këtë që dëgjova, jam shumë mirë. U kënaqem, a do vim pak në realitet se ishim shumë artistike, kënduam, ë? Do zbresim pak në realitet? Cila është e fsheta dhe të kujt janë këto sy? Ato syt aty janë syt e Elionit, personazhi që është në libër. Dhe cila është e fsheta këtu? Që kur I pash e njoha, edhe ishte kështu e bukur po shokuese se mendova unë nuk e kam parë kur këtë njeriu më përpara, pse këto syt më duken të njohur. Të ka ndodhur një jetë kjo apo jo? Po, kjo është historia e librit. E fsheta e syve të të. Bazuar në një histori të vërtetë dashuri apo jo? Historia ime e vërtet, po. Po. Ku protagonistët në jetë e tij, po në rrëfimin e këtij romani janë disa personazhe të tjerë që ti Elora, ke ndërtuar. Tim, edhe Elioni tek djali. Po kanë kuptim këto emra, nuk janë mëkat. Elion do të thotë dritë, edhe diell, ndërsa Elora do të thotë Zoti është drita ime. Por ti zgjodhe ti buzëqeshësh dhimbjes në këtë libër, jo si mask, por si urtësi. Edhe the që dhimbja tani është një profesor I madh për mua, unë do mësoj prej saj dhe nga mësimet që kam nxjerr vet do mundohem që të ndihmoj të tjerë që s'ka nevojë ta psojnë të ndjejnë në lëkurën e tyre, të hapin një plag në shpirtin e tyre, ndërkohë që dikush tjetër ka kaluar në këtë rrugtim. Ose nëse kanë pësuar ose po ndodh, të mos vuajnë në heshtje. Po pse duhet lexojnë njerëzit ty dhe nuk duhet lexojnë për shembull një psikoterapeut, një terapist, një njerëz që ka studiuar më shumë se ti? Në atë që quhet shkenca e shpirtit, ë? Çfarë mendon ti që do t'i sjellësh botës me këtë përvojë të treguar në formën e një romani romantik dramatik? Do t'i sjell vërtetën time. Dhe mendoj që e vërteta është shumë e bukur, është e fortë, është e dhimbshme, po e vërteta ka fuqinë që të depërtoj tek njerëzit që e lexojnë. Unë mendoj që njerëzit do duhet të lexojnë çfarë ata dëshirojnë edhe çfarë ndihen më mirë ose çfarë duan në atë moment. Po, ndoshta shumë e thjeshtë që ne të lidhemi me njerëzit që I njohim ose me personazhe të ndryshëm publik, kur ata na rrëfejnë diçka të vërtet nga jeta e tyre, edhe ndodhi që kanë ndodhur, pra janë prekur. Kush ka qenë dorë për dorë me Enxhin në këtë rrugëtim dashurie dhe drame, le të themi? Kush ka qenë pranë teje dhe lotëve tuaj, ti dhe vetja jote apo ka qenë dikush? Kanë qenë disa njerëz që të kanë ndihmuar, se thonë që zakonisht në këto momente ti ke nevojë të shkarkosh tek dikush që beston, nuk e kalon dot vetëm. Dhimbjen më të madhe, të them të vërtetën, edhe lotët, unë dhe vetja. Se nuk, në tyrën time nuk do doja që t'u shfryja njerëzve, po themi dhimbjen time të pafiltruar, edhe të papunuar. Se sa do e kujdesshme të jesh, do t'i prekësh. Dhe e vërteta është që po, është dhimbje e fortë edhe kam qarë, unë qaj shumë. Mendon që sot që je pak më mirë, po të kthehesh e pas, do doje të kishe një ankor ku mund të kapesh, ku mund të hidhje spirancën e varkës tënde për të mos qenë vetëm, apo të ka pëlqyer ky proces ti dhe vetja jote për treguar sa e fortë je. Nuk lodhet ndonjëherë njeriu duke qenë I fortë, duke qenë vetëm ai dhe vetja vet, dhe sot nuk do ti jesh ai njeriu që dorë për dorë mund të jesh me dikë nëpërmjet këtij libri për ta ndihmuar që mos e përjetoj në vetmi këtë dhimbje. Të pyetje bukur, nëse lodhesh se qenori e fortë, lodhesh. Edhe jam lodhur, edhe ka patur momente që me shumë pastërti kam thënë
Nuk dua ta bëj më këtë gjën, as nuk dua ta bëj më këtë punën, as nuk dua më teste, e di çfarë. Ke dhe momente që do të zhdukesh fare në sensin ti kesh diku tjetër, ti fillosh nga para. Ka momente që as nuk, domethënë nuk ta lehtëson dot, sado që un kam ikesha fantastike, por dhimbjen tënde dhe puna më të madhe me veten do ta bësh ti. Askush tjetër nuk na e zgjidh dot. Kam lexuar një teori shumë të bukur kur të duhet të ndash nga diçka që s'ka bër të ndihesh mirë nga një person dhe një vend, që është teoria e djegjes së anijes. Ti je në një breg të palumtur dhe mund të shkosh në një breg të ri të lumtur me një anije. Që ti të shkëputesh nga ky vendi, ke gjithmonë një anije. Që të shpëton. Por ke një anije që mund të të kthej prapë aty tek ai vendi toksik, tek ai vendi i palumturisë tënde. Atëre pyetja që të vënë në provën e madhe të fuqisë që ti zotron, kur truri duhet të dominojë emocionet është, ai e gati ta djegësh atë anije, sepse vetëm ajo anija mund të të kthej tek bregu tjetër, me not nuk kthehesh dot më, dhe ti e djeg atë anije. Dhe në momentin që ti e ke djegur atë anije, ke shpëtuar. Po, se nuk kthehesh dot më brapa. Të është dashur të djegësh anije? Për të mos u kthyer më pas apo? Shiko, sigurisht nuk kthehem pas, po unë mendoj që shërimi është ndryshe, të paktën për mua. E shkuara nuk ka pse të të shkatroj. E shkuara mund të ndërtoj. Nëse ti vendos që të ndërtoj dhe të bëj më të fortë edhe më të mirë dhe të t'japi një version të ri të vetes tënde. Ti mund ta djegësh anijen. Po shpirti ka memorie. Nëse do gjë anijen, shpirti ç'e bën, sepse shpirti jeton gjithmonë, edhe nëse trupi vdes. Por terapistët dhe të gjitha tekstet spirituale thonë që ka disa kontrata karmike, ose që ne si kemi përfunduar në jetët e paraardhëse, në jetët e kaluara, i njohim këta njerëz këtu dhe vazhdojmë përgjithmonë me ta këtë jetën fizike, në këtë realitetin toksor, në këtë dimension që jemi, ose mbyllim një cikël. Pra janë për një periudhë dhe pastaj nuk janë më pjesë. Dhe mbyllim këtë kontratë këtu dhe pastaj vazhdojmë në një cikël tjetër, me një njeri tjetër, ose vinë disa lidhje karmike dhe këto, po aq të fuqishme se janë pjesë e kontratës tënde të jetës edhe kontratës njerëzore që të shkërmoqin, i them unë. Këta janë twin flamesat. Këta të coptojnë, të djegjen dhe të coptojnë komplet. Dhe nga hiri jo të ringrihesh. Po, të kanë shkulur një, ashtu është realisht, të kanë shkulur një pjesë të shpirtit tënd, e kanë hedhur diku edhe ti thjesht e kërkon atë pjesë, nëse është e jotja. A nuk është në fakt twin flame një pasqyrë e mirë edhe e dramave, pasigurive, frikrave, atyre hijeve që ne kemi, që i shohim të reflektuara tek tjetri, dhe siç pasqyrojmë gjërat më të mira dhe japim maksimumin e dashurisë, ashtu japim edhe momentet më të dobta në ekstremin ton, pikërisht të njëjtit person. Dhe arrim në atë pikën pastaj që gjëja është një përleshje e madhe shpirtrash, edhe njerëzit ashtu siç kanë treguar versionin e tyre më të mirë, arrin dhe tregojnë versionin e tyre më të keq, dhe janë kaq çuditur nga gjëja që po përjetojnë sepse nuk din të japin këtë interpretimin mbase. Edhe twin flamesat jo më kot quhen shpirtra pasqyrë ndryshe. Shpirtra pasqyrë. Shpirtra binjak, por në gjuhën e terapistëve edhe po themi mjekësisë energjetike të tjerë, i quajnë shpirtra pasqyrë. Për këtë arsye që ti the, që ata të reflektojnë ty pjesët më të bukura të vetes, më të mirën që ti ke, të tregojnë se çfarë është dashuria më e madhe ndonjëherë që ke përjetuar, por faza e dytë është që të pasqyrojnë plagët, dhimbjet edhe traumat më të mëdha, më të thella dhe më të pashëruara që ti ke. Dhe nga jetët e tjera, jo vetëm të këtyre. Dhe twin flameat, ashtu siç ndërtojnë njëri tjetrin, ashtu dhe shkatrojnë njëri tjetrin. Por ndodh një fenomen shumë interesant mbas shkatrimit. Vetëm nëse të dy ata vendosin të bëjnë punë për të ardhur në të njëjtën frekuencë, mund të takohen për të mos u ndarë kurrë dhe jetojnë atë dashurinë e jashtëzakonshme. Shumë e rrallë apo jo? Vetëm kur ka dy shpirtra shumë inteligjentë. Duhet të zgjohen shpejt dhe duhet të jenë shumë të mençur shpirtërisht dhe të kenë një, domethënë, guxim, unë them të frikshëm ndonjëherë, se është guxim shumë i madh, në mënyrë që të arrin atë frekuencë që ti thua, sepse në raportet twin flame dinamika do këtë që gjithmonë njëri prej tyre është më i zgjuar shpirtërisht se sa tjetri, dhe fatkeqësisht ndonjëherë shpirti tjetër bëhet pak lëmsh, futet në kaos, dhe për të lejuar atë dritën që ti ndriçoj ato gjëra që nuk shkojnë, dhe për të shëruar, çfarë bën? Arratiset dhe ti thjesht dëgjon që ky personi përsërit të njëjtin cikël. Me njerëz të tjerë. Gjithmonë, me njerëz të tjerë. Me veten e tij. Dhe çdo cikël, sa herë që vjen dhe përsëritet, është më toksik. Është më i rënd. Thjesht rrotullohet aty në vorbull derisa prek fundin. Ndoshta kur prek fundin, kjo nuk do të thotë që twin flames atë rikthehen bashkë, dhe thashun është shumë e rrallë, por ndoshta e mira do ishte që të ndriçohet në një pikë të jetës, shpresoj jo shumë vonë, që të thjesht të rindërtohet, të ketë një jetë më të mirë, edhe të shërohet. Në procesin e shërimit,
për një burr po dhe për një grua, duhet partneri apo ky është një proces që ti mendon njeriu do ta bëj vetëm vetë me veten e tij, të përqendrohet edhe të marrë veten e vet në analizë me një aftësi të thellë reflektimi dhe thotë shiko, ky njeri më ndihmoi që unë të nxjerr 4 elemente të dobët karakterial të personalitetit tim, të pasigurive të mia, ato shades of the soul, shades of me, shades of grey. Do punoj që të bëhem një njeri më i mirë. Apo vjen një njeri dhe një dashuri e mrekullueshme, krejt papritur në jetën tënde, se ti e ke spostuar këtë njeriu që të ka bërë dëm, u krijua hapësira aty dhe dashuria erdhi dhe të shëroi. Si mendon ti, të shëron dashuria dhe partneri apo duhet të shërosh veten tënde? Po, ka edhe raste që të shëron. Mendoj që ne sa jemi njësoj, jemi dhe të ndryshëm. Dhe mendoj që në kontratën e jetës që kemi, edhe në rrugtimin e jetës, kemi misionin ton, edhe është ndryshe. Ka raste që, si në rastin tim mendoj, unë e kam kuptuar misionin tim, dhe mendoj që misioni im është të shërohesha vetëm. Pra të zhgënjesha, të lëndohesha, të kisha dhimbje dhe të filloja të shërohesha me veten time. Kam parë raste të tjera të njerëzve që janë shëruar së bashku me partnerin ose partneren. Nuk janë misionet njësoj. Ndodh në të dyja rastet, mendoj. Ka shumë vajza që i shoh në rrjetet sociale, të cilat dalin dhe bëjnë këto afirmime të tipit që I ain't your mama, nuk jam mamaja jote, unë nuk jam terapistja jote, dhe refuzojnë që të marrin rolin edhe kur dashurojnë fort dikë, të atij njeriu që duhet të shpenzojë energjinë, kohën dhe jetën e tij për të shëruar dikë tjetër që nuk ka patur vullnetin gjatë jetës që të shërohet. Shumë vajza janë egoiste sot dhe thonë që ai njeriu duhet vi shëruar, duhet vi full i plot, duhet vi gati kur të futet në një raport impenjativ, sepse dy njerëz të plot, dy njerëz të plot bëjnë një jetë më të bukur. Dhe është një garanci më e madhe për lumturinë. Dhe në fakt shumë njerëz funksionon shumë mirë kur vinë të plot, kur e kanë bërë punën me veten e tyre. Do ishe e hapur që të ndihmoje dikë që të vinte në frekuencën tënde, apo do thoje këtë të dytën që unë nuk jam vinçyet, duhet të shpëtosh ti veten tënde dhe do të vish i plot tek unë dhe le të fluturojmë bashkë. Mendoj që të dyja vlejnë. Në rastin tim, unë e kam provuar edhe të përpiqem të shpëtoj. Ja ke dal me sukses? E kam provuar të shpëtoj dhe Elionin, personazh në libër. Ja ke dal? Ke arritur diçka? Mendoj që ky nuk është misioni i jetës time. Pra, unë mendoj që do duhet të kuptoj që dashuria fillon nga vetja dhe në rastin tim mendoj që ata njerëzit duhet të kuptojnë, të shpëtojnë edhe të shërojnë veten. Sado që i duam njerëzit dhe i dashurojmë fort, nuk mendoj që mund t'i shpëtojmë për sa kohë ata nuk heqin dorë nga gjëra që i sëmurin. Ktu nuk e bën dot. Të tipit? Çfarë nuk kupton? Toksitetin, gjëra jo të shëndetshme. Çfarë do të thotë? Jetë toksike, raport toksik. Po, toksicitet, shiko, që nga gjërat më të thjeshta, nga mënyra si ushqemi, çfarë konsumojmë, çfarë rutinë kemi në jetë, çfarë disiplinë kemi, egon, sa të fortë kemi. Kur kemi një ego të fortë që nuk na çon asgjë kundi, na fut thjesht në fluskën tonë dhe ne nuk reflektojmë të bëjmë më të mirë, për mua ky është toksiciteti më i madh. Toksiciteti është të kapërcesh nga një partner në tjetrin apo nga ana tjetër. Ne kemi absolutisht të drejtën të zgjedhim dhe të bëjmë çfarë të duam me jetën tonë, por kur nuk jemi shëruar, thjesht të kapërcejmë të dikush tjetër me shpresën që do mbulojmë një plagë të mund me ankerplast, kjo është toksike. Dhe e kupton me kalimin e kohës. Kështu që gjitha këto janë toksicitete. Ti vetë ke qenë në energjinë e egos apo në energjinë e dashurisë kur ishe duke jetuar këtë dashuri? Ja, më shumë në dashuri edhe në vetvete. Madje kam qenë versioni më i mirë i vetes dhe kam qenë shumë e lirë dhe shumë e sigurt për të qenë fëmia im i brendshëm. Kam qenë shumë e qetë dhe shumë fëminore, dhe kjo gjë më ka pëlqyer. Mendon që i ke jetuar një dashuri të madhe në jetë, ke dashuruar fort? Po. Apo më e mira do të vi? Mendoj që kam përjetuar një dashuri shumë të fortë edhe shumë të madhe deri më tani, më e forta, që është historia e këtij librit, por jam shumë e vetëdijshme që ende nuk e kam përjetuar dashurinë më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme. Mbas dashurinë që meriton ti. Atë që meritoj. Që të bën të lumtur. Ajo s'ka ardhur ende. Po do duhet të çrohem unë që të vi ajo, kështu që unë jam në një moment shumë të mirë për të ardhur ajo. Shiko, ka dy kategori njerëzish, ata të cilët mendojnë që ndodhin disa dashuri të jashtëzakonshme dhe takojmë disa njerëz të përveçëm në jetë dhe jetojmë mbasi u humbasim dhe mbasi zgjedhim me vetdije për gjithë arsyet dhe rrethanat që kjo gjë nuk funksionon, që ky njeri dhe kjo dashuri nuk do ripërjetohet më, sepse ndodh vetëm një herë në jetë. Ka shumë njerëz të tjerë të cilët thonë që jo, më e mira nuk ka ndodhur, unë meritoj më shumë, kam jetuar një dashuri, po dashuria nuk ka asnjë lloj matës. Edhe gjithë kemi gjuhë të ndryshme dashurie, nuk është se kemi njësoj. Nuk ka një njësi matëse. Edhe thonë që dashuria është kaq e pafundme, është kaq e pamatshme se ne asnjëherë nuk e dim se sa më mirë mund të ketë ajo që kemi jetuar. Ti te cila kategori bën pjesë? Po unë
E di tek kush kategori bëj pjesë. Unë bëj pjesë tek kategoria që Po duhet të jesh shumë e sinqert me këtë. Se një pjesë e mirë e vajzave mikeshave të mia, të dashuruara, të cilat i kanë humbur dashuritë e tyre jo për vullnet zgjedhje, po edhe për shkakun sepse ka qenë e njanshme. Pala tjetër nuk ka qenë njësoj e përfshirë dhe s'ka funksionuar për gjithë arsyet që s'do i marrim në analizë tani. Po ato jetojnë me frikën dhe pastigurinë, me lotët dhe vetmin, mërzitjen dhe nostalgjin, që kjo dashuri s'do kthehet më dhe po sikur mos e takoj më kur një person si ky. Po sikur të jetë vërtet që ky është vërtet një person që vjen vetëm një herë në jetë. Mendoj që nuk do të jenë. Unë nuk e mendoj këtë. Realisht nuk e mendoj. Është përgjigje shumë e sinqertë. Unë mendoj që dashuri e madhe, e bukur mund të vi prap, mund të vi përsëri. Dhe dim pse mendoj këtë? Sepse për sa kohë mendoj që unë e kam fuqinë për të dashuruar sërish shumë, edhe ajo dashuri nga ana tjetër do vi. Dashurit nuk janë njësoj, do jetë reciproke. Po. Por për sa kohë ne nuk ja heqim vetes tonë bukurinë e të dashuruarit përsëri, nga dhimbja, nga zhgënjimi, fakti se dashuria ka qenë vetëm e një anshme, jo e ndërsjellë, na kanë trastuar e të tjerë, se shiko, dashuria është forca më e madhe. Dhe mendoj, dhe madje them me plot bindje këtë gjë, unë jam shumë krenare për veten time, që edhe pse jam zhgënjur dhe lënduar dhe më ka dhimbtur shumë, unë prap dua të dashuroj përsëri dhe kam fuqinë të dashuroj përsëri. Lotët, çfarë janë për ty? Më thej që kam shpirti Alketa, o sa kënaqem me çaj. Është liri. Do thua se ndonjëherë bën shumë, është e vërtet. Po ndonjëherë është liri shumë e madhe. Një nga autorët e podcastit tim ka me mua një diskutim shumë të fortë intelektual për dashurinë dhe dramën. Okej, jam gati. Ajo thotë që nuk ka kuptim dashuria pa dramë, ndërsa unë i them që nëse ka dramë, dhe nëse ka dhimbje, dhe nëse ka lot, dhe nëse është një gjë që ty të krijon këtë koston jetën tënde, pa lumturinë tënde kur përfundon dita, atëherë nuk është dashuri dhe nuk është e duhura. Sepse unë them që dashuria duhet të cili paqe, duhet të cili harmoni, duhet të cili balans, duhet të japi 100 prova dhe konfirmime të përditshme në ato 1000 gjërat e vogla të ditës, që duhet të jetë prezente, që nuk duhet të të vërë në sfidë, që nuk duhet të provokojë egon, që duhet të të japi komfort për shpirtin, atë jastëkun e butë me pupla, ku ti mbas një dite të lodhshme, të tmerrshme, pasi je i gjithë i rënuar nga lodhja dhe njëmi strese, shkon edhe zhytesh aty ta ndron, sa në mënyrë romantike aq edhe në mënyrë realiste. Ti në fakt si mendon? Jemi njësoj. Jemi njësoj? Jemi bashkë. Okay. Nuk mendoj që dashuria do tram edhe do toksicitet, meqense e përmendëm pak më parë. Dashuria e tillë me kaos, me dinamika të tilla, kështu me oscilacione, nuk është, për mua nuk është dashuri. Po çfarë është dhimbja në dashuri për ty? Se njerëzit vuajnë dhe në fakt në të gjitha tekstet e këngëve, në shumë piktura, në shumë poezi, ne gjejmë gjithmonë dhimbje në dashuri. Edhe artistët vetë pohojnë edhe thonë që krijohet më mirë në dramë. Unë s'jam dakord me këtë gjë. Unë nuk dua dramë në jetën time. Ti si mendon? Çfarë është dhimbja në dashuri? Si e përkufizon? Pse vuajmë? Unë mendoj që dhimbja është gjithmonë e barabartë me dramën. Sepse ti mund të përjetosh dhimbje, por mos ta bësh dramatike. Dhe ti mund mos kesh asnjë arsye reale dhe të bësh drama pafund. Mos ndoshta dhimbja nuk është dashuri? Dhimbja është ajo që na konfirmon se ajo që po ndjejmë nuk është dashuri, është dhimbje. Është dhe kjo, ndoshta dhimbja është ajo që na tregon, siç tham pak më parë, që kemi gjëra të pashëruara. Është tregues. Është një mësues. Po, është një mësues shumë i fuqishëm. Ose një tregues jemi në drejtimin e gabuar? Po varet se si e punojmë ne dhimbjen me veten. Ja këto dua të nxjerr nga ty sot. Apo është dhe përjetimi një emocioni shumë të thellë. Se na është prekur një tel shumë i ndjeshëm diku në thellë të shpirtit që ne qajmë, që ne vuajmë, që ne e kërkojmë një gjë dhe kur e dim që është e gabuar. Deri në çfarë pike? Për shembull, për mua dhimbja ose të errson më shumë, ose të ndriçon. Po kemi ne në dorë. Ne mund të vazhdojmë të qëndrojmë në dhimbje, të përsërisim të njëjtat gjëra dhe të viktimizohemi për këtë gjë që nuk ndodhi, për atë që humbëm e të tjerë. Kjo nuk është e shëndetshme. Ndërkohë, mund të ndjem dhimbje, se është ndjesi, ke humbur dikë, unë kam ndjerë dhimbje se kam humbur dikë. Tani që jam më mirë, them më kanë humbur. Nuk i kam humbur, po ndjesia në atë moment ka qenë reale. Domethënë të humbasësh dikë që ti e don fort, është shumë e fortë. Më ke dërguar në WhatsApp një vizatim, një pikturë që e ke bërë ti, që është në fakt një zemër anatomike
jo një zemër romantike, jo zemra që shpreh në mënyrë metaforike emocionet tona, frikrat tona, por edhe lumturinë, besnikërinë, mënyrën si e përjetojmë në dashurinë. Kemi një zemër anatomike, e cila shpjegon se si funksionon biologjikisht zemra. Është vërtet. Dhe ka një pikë të kuqe aty. Po. Është një zemër anatomike e bërë në një sfond të zi, shumë të errët, që ka disa rrjeta të zeza, që është kaosi i jetës edhe ajo dhimbje që ndonjëherë është shumë e zezë, edhe pse s'na pëlqen. Zemra është e bardhë në një gri metalike, se bëhet ndonjëherë zemra dhe kështu e ftohtë, edhe akull. Jo sepse do, po sepse ashtu ndodhin gjërat. Po ajo pika e kuqe është shpresa se rikthehen prapë ngjyrat. Zemra jote e re për dikot tani apo? Në momentin jo. Po shërohet? Po, ta thash unë ka shumë lule. Është ka shumë lule dhe e kupton kur e them jam shumë e lumtur kur e them. Jo, ka shumë lule, nuk është e dashuruar, po është e dashuruar plot me dashuri. Po, është plot me dashuri, është e dashuruar me realitetin. Dhe nga zemra duhet shkoj pak tek syt. Ti flet gjatë kapitujve të librit për syt, për sy që shkëlqejnë, për sy të përhumbur, për sy të lodhur, për sy misterioz, për sy të dashuruar. Edhe pasazhi flet për leximin e asaj që ne e quajmë sens, thelbit, jo formës. Flet për sy që të duken si të zbrazët, që nuk rrëfejnë histori, as ndjesi. Çfarë kërkon ti në fakt tek syt e njeriut? Çfarë shikon aty? Arrin të lexosh diçka? Syt që do doja unë të shija, apo syt që i kam parë, sigurisht janë këtu në libër, janë syt që unë i kam parë në të gjitha dimensionet. Janë syt të njohur, pra ajo që ti the, pra i shikon në atë moment, edhe pse nuk i ke parë kur më parë dhe thua kush janë këta sy. Domethënë, pse më duket shumë e njohur, edhe pse më duket si familje ose si shtëpi kjo gjë. Sikur e kam parë në jetë të tjera. Kam parë sy të dashuruar, kam parë sy fëminor, po kam parë edhe sy të trishtuar, sy që thellë brenda meje janë dhimbsur, ja kanë qenë sy që donin të qanin, që kishin shumë dhimbje, po lotët i kishin ngrirë. Janë sytë e Leonit në libër. Edhe do doja që njerëzit të mos ja bënin këtë vetes. Okej. Ta përjetonin dhimbjen, po të qanin, të shëroheshin, edhe të bëheshin më mirë. Kështu që në çdo kapitull që ka libri, janë ata sytë që unë i kam parë në të gjitha dimensionet. Dhe e bukur është që janë sy që unë i kam pranuar në të gjitha dimensionet. Kam parë ata sytë që më kanë treguar edhe demonët, e ja kam dashuruar. Dhe mendoj që tani me plot gojë mund të them që unë i dashuroj edhe demonët e mi. Kërcej me ata. Folëm për sytë e Engji Nasufit dhe mua më kujtoi një nga poezitë më të bukura për sytë që ka shkruar Timo Floko. Edhe kërkova ndërkohë që ti flisje, shiko sa e bukur është. Sytë shohin, shihen, fshehin, fshihen. Sytë hetojnë, hetohen. Sytë verbohen. Sytë qeshen, qeshin. Ndizen, ndezin. Sytë dashurojnë, dashurohen. Sytë harrohen. Sytë lotojnë, lotohen, digjen, shkrumbohen. Sytë heshtin, s'flasin. Sytë vrasin. Shtati kallkan ngrin. Sytë mbesin, hapur, kur vdesim. Sytë. E bukur, a? E bukur dhe shumë e thellë. Ka një fjali aty tek libri që thot kur një njeri të sheh thellë është frikë, sepse të zbulojnë. Ti patë frikë? Po pata frikë, po pata edhe kuriozitet, edhe dëshirë. Më saktë unë doja që ai njeriu përballë meje të më shikon të thellë. Domethënë ishte ndoshta ajo gjëja që unë doja më shumë. Dhe të mos trembe nga ajo. Në një paragraf psikologjik, pikërisht para se të futesh në regjistrimin e këtij podcasti, lexova diçka interesante dhe thash do t'i shkoj temës që trajtohet në librin tënd. Edhe historisë tënde personale, të cilën e kemi ndarë bashk. Edhe thuaj aty se nuk ka asgjë më të zhurmshme se heshtja mes dy njerëzve që janë dashur por i kanë dhënë fund gjithçkaje sepse njëri prej tyre nuk të konsideroi ty prioritet dhe zgjodhi kaosin, kurse tjetri u detyrua të zgjidhte veten dhe pse nuk donte të largohej. Sa e vështirë është të largohesh kur nuk ke zgjidhje tjetër dhe kur kjo nuk është ajo që ti do me zemër. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Unë kam patur vetë momente shumë të forta emocionalisht që realisht kërkoja një copës të vetes time, po e kërkoja aq shumë dhe dëshira për ta gjetur atë copëzën dhe për t'u rikthyer te ajo copa ishte shumë e madhe
Po nga ana tjetër dëshira për të ecur, për të shkuar tutje, edhe ajo thirrje e shpirtit tënd që ti ke nevojë për diçka që është e vërtetë. Ajo ndoshta më ka bërë që të mos kthehem tek ajo copa, po ta gjej, po themi, paqen tek pjesa që më kishte mbetur. Isha në avion kur lexova një pjesë nga kopja digjitale e librit, edhe më ke frymëzuar që të lexoj materiale të ngjashme me këtë që ti trajton si temë, edhe kam shkëputur përsëri një paragraf për ty. Dëgjoj se është interesant. Teoria japoneze e fijes së kuqe të padukshme thotë se ekziston një fije kuqe e padukshme mes njerëzve që janë të destinuar të takohen e që të rriqet në çdo jetë. Mund të ngatrohesh, të bëhesh lëmsh, mund të duket sikur është duke u kputur, por në fakt nuk kputet kurrë ajo fije. Dhe kur njëri nga personat humbet, tjetri e ndjen menjëherë. Nëse nuk flet dot natën, ndoshta po ndodh sepse dikush diku po ndron për ty dhe ti nuk e di. Dielli dhe hëna nuk ishin të destinuar kur për të takuar me njëri tjetrin, sepse ata jetojnë në qej të ndryshëm, në një ritëm që i mban larg njëri tjetrit. Por universi, Zoti, krijoi eklipset për të vërtetuar që edhe dashuritë më të pamundura mund të gjejnë momentin e tyre për të takuar. Fia kuqe, il filo rosso. Il filo rosso. Shumë e bukur, E the shumë bukur. Tek Twin Flamesat, dielli është djali dhe hëna është vajza. Është një fije që është e vërtet që nuk shkëputet kurrë. Dhe flasim këtu për jo thjesht për dashurinë në dimensionin e parë që kuptojmë ne, po është një fije që nuk shkëputet deri në vdekje, se unë e thash shpirti nuk vdes vetëm trupi fizik, dhe ka të bëjë me energjinë dhe me telepatin. Ndoshta do t'jetë pak më pak, por nuk do kputet kurrë. Telepatia dhe energjia të Twin Flamesat është deri në fund të jetës. Nëse Twin Flame është pasqyra e ngjyrave tona, dritës tonë, po dhe anëve tona të errta, ti çfarë ke gjetur tek pasqyra që kishe përballë? Me cilën ke punuar? Fort dhe seriozisht dhe thellë me veten. Kam gjetur dhe kam kuptuar fuqinë kaq të madhe për të dashuruar fort. Unë nuk e dija. Unë e dija që mund të dashuroja, por nuk e dija që mund të dashuroja aq shumë. Domethënë të dashuroja aq shumë saqë të lutesha që ky njeriu të jetojë gjatë, shumë gjatë, më gjatë se unë. Kur e kupton që është dashuri e madhe? Dhe doja të jetonte shumë gjatë që mos ta përjetoj atë ndjesinë të humburit të atij personit, dhe nga ana tjetër, pash frikën e braktisjes që unë kisha që e vogël, herë nuk e di sa shumë fish. Ajo ishte shumë e fortë. Çfarë është në fakt për ty dashuria dhe si e kupton ti kur This is getting serious. Tani është kështu ground shaking, e ke parë sikur të tundet toka. Shiko, dashuria është shumë e bukur, për mua është forcë, edhe guxim, por është aq e fortë sa që të zhvesh të gjithë qenien tënde. Njëkohësisht të zhvesh edhe nga iluzionet, dhe nga gjëra që janë të pavërteta. Se dashuria nxjerr në pa vetëm të vërtetën tënde, të vërtetën e njeriu që ke përballë, dhe ti mund të rilindësh vetëm nëse ke guximin që ta marrësh të gjithë këtë fuqinë e madhe që ti ke për dashuruar, ta ridimensionosh edhe të ecësh përpara. Cila është një fjalë që të përcakton ty sot, Engji? Luftëtare. Luftëtare. Shumë dashuri nxjerrin pikërisht këtë në pa. Nga survival modi, sepse ne duhet të mbijetojmë, ne bëhemi luftëtare. Dhe shumë dashuri të tjera neve na lën në sensin ton luftarak, atë sensin që duhet ta ketë çdo vajzë që e ka forcën, patjetër brenda se vajzat duhet të jenë të forta, nuk duhet të jenë të buta, nuk duhet të bëhen tapet që t'i shkelin. Po në fakt, burrat nuk duhet që të nxjerrin anën e tyre më të brisht, më të butë, më të mirë, se vajzat kanë lindur për të qenë të buta? E vërtet, do duhet ta bëjnë këtë, po unë mendoj që unë do doja shumë që djemt të përqafonin brishtësinë e tyre. Unë i dashuroj edhe i dua njerëzit në përgjithësi që janë të brisht, po i dua fort djemt që janë të brisht dhe që e pranojnë, që brishtësia e tyre dhe ndjeshmëria e tyre është arma më e fortë. Ke shkëlqyer në të gjitha, ha? Je gjithanshme. Fitove çmimin e parë të Dancing with the Stars, kërcen në mënyrë të frikshme, nuk di si mundet njeriu të koordinojë gjymtyrët në atë mënyrë siç i koordinon ti. Bën kaçurela me zërin në një oktav, nuk e di. Shumë të gjerë. Nuk e di se si këndon, nga bas shkon në nota të larta akute, je fantastike. E artikuluar, prezanton, e bukur, elegante dhe një zemër e mirë. Kështu që të uroj vërtet
dritë e pasqyrë. Është nga urimet më të bukura në gjuhën shqipe. Dritë e pasqyrë të bëhet jeta. E vlerësoj shumë, edhe ndihem shumë mirë dhe ka diçka. Jeta ka cikle. Disa gjëra përfundojnë, ndoshta nuk përfundojnë ashtu siç do donim ne, po ndoshta për diçka më të mirë, për diçka më të madhe. Mendoj që e mira nuk ka fund, edhe është shumë e lehtë thonë anglisht to burn bridges, po nuk e pse bën. Për njerëzit që flasin apo do duan që të hedhin vrerë për të tjerët edhe pa i njohur fare, personalisht kam thjesht një urim të këndshëm, u them shëroni edhe duajini veten, mësoni që ta bëni këtë gjë. Edhe janë dy fraza shumë të bukura që janë pjesë e një këngë që e dëgjoj shumë shpesh tani, që thot tell the devils I'm busy choosing the truth. Thuaj djajve që jam e zënë duke zgjedhur të vërtetën. Unë kam vendosur që të luftoj dhe të zgjedh të vërtetën time, dhe vetëm atë të vërtetë dua të kërkoj. Do doja shumë që dhe të tjerët ta bënin këtë gjë. Keti Engji Nasufi një kushtetut të heshtur të parimeve të së drejtës dhe vlerave që ke dëshirë ta ndash në këtë hapësirë sot? Po kam, do përpiqem që ta bëj shkurtimisht, edhe parimet e të drejtës për mua janë e vërteta. E vërteta është e para në listë, mirënjohja, dashuria. Mendoj që janë 3 gjëra që mjaftueshëm mund ta bëjë njeriu më të mirë. Të drejta ose të padrejta, mashtrimi, të lëndosh të tjerët. Mendoj që nuk duhet ta bësh kurrësi. Edhe të përdorësh të tjerët për të arritur gjëra në jetën tënde, ose të përdorësh dhe të shkelësh të tjerët në mënyrë që ti të ndihesh më mirë në terrin tënd. Mendoj që këto nuk duan bërë absolutisht. Dhe nëse do t'i kthem parimeve të së drejtës, dhe nëse unë do ta përdor këtë moment për të dhënë një mesazh, e drejta më e madhe dhe më e bukur mendoj është të duam fort dhe të mos heqim dorë kurrë nga vetja edhe nga jeta. Dhe të mendojmë që gjithmonë ka më bukur edhe ka më mirë. Kjo është shumë e vërtetë. E them këtë gjë në zë të lartë, siç ja them edhe vetes time. Unë kam zgjedhur që ta kërkoj të vërtetën dhe të besoj tek dashuria. E di pse? Kam zgjedhur të besoj tek dashuria sepse dua që fëmijët e mi ta kuptojnë ngrohtësinë dhe dashurinë tek syt e prindërve, tek mami dhe tek babi. Tek ajo gjë që unë nuk e kisha, unë do doja që të përgatitem që ta kenë fëmijët e mi. Në mënyrë që të drejtën, të vërtetën dhe dashurinë ta kuptojnë aty, tek shtëpia e tyre, jo jashtë. Mos ta ratisen. Thyje ciklin atëra, se ky mbas është misioni i vërtet. Do ta marr tani do ta thyej. Me forcën e dashurisë. Me forcën e dashurisë e cila i mund të gjitha, përqafoj dhe dashuroj demonët e tu, sepse ëngjëjt do vinë do të përqafojnë dhe ty shumë shpejt. Okej, po të përqafoj domun ty kështu. Love you. I love you more. O kry.